Në qoftë se ka një Shqipëri që ka punë me Zotin, jeti dhe di Manushi. Në origine, smundeve që nuk mjekojnë nga ilatët e skadura që shisin të e. Realizuar këtu, investimin në transishëm në industrinë farmaceutike në historinë e vetë, me të cilin hidhen baza e një industrie farmaceutike në modernët në rajon. Kjo është Sali Berisha, pra, që kur ishte kryeministër, shkoje, inauguroi Profarmen dhe tha që kjo është një investim strategjik. Faktikisht Berisha nuk din gjë çfarë Zoti, s'ka qenë kundër Zotit gjithmonë. Ai është prej atyre komunistave që kënaqet me pa njerëzit të vujt. Sali, ti je i hajdut që është 91-shin që ke vjedhë dhe lekt e arkës PD-s. Ty është me thanë hajdut, jo mu. Din vetëm me shpif, din vetëm me shall. Humja dhe Bashkinë e Shkodrës, humja dhe Bashkinë e Vardësit. Dhe kjo i dhem shumë. Hija jeme po i del Berisha dhe në Kuks. Një mandat do t'ja marrim na PD-s në Kuks. Sali Berisha do të ketë humjen më të turpshme në 12 maj. Fëmijë me ndihmë sociale merr 12.000 lekë vjetra. Një familje Shkodër me 4 persona merr 60 euro. Një kry familjar merr 25 euro. Nuk hihet në Europë as pensionistat me 100.000 lekë, as ndihma sociale me 60 euro 4 persona, as të verbrit me 90.000 lekë vjetra, një turp i madh i të gjitha qeverive. Ne kena marrë përsipër në programin ton se të gjithë janë të prekur për kësaj. Kena rreth 1 milion njerëz që janë nevojë. Në këto zgjedhje mund të marrin pjesë 1,5 milion. 60% e popullsisë janë pensionista me ndihmë sociale. E kena fillu me 1 në 2017, sot kena 3, por mas 12 maj do kena dhe grup parlamentar. Votoni Partinë Socialdemokrate sepse unë jam deputeti që u kam përfaqësuar dhe do t'ju përfaqësoj edhe 4 vjet tjera.